duke reflektuar rëndësinë e integrimit të teknologjisë në mësimdhënie si dhe përmirësimin e vazhdueshëm profesional të stafit pedagogjik, nga koordinatorja e cilësisë Gisela Abinishi në bashkëpunim me mësuesen Violeta Kaçori u mendua që të zhvillojë tema demonstrimi i platformave interaktive në mësimdhënie, me qëllim njohjen dhe përdorimin praktik të mjeteve digjitale që rrisin cilësinë e procesit mësimor. Gjatë trajtimit nga mësuesja Violeta Kaçori u prezantuan dhe u demonstruan 4 platforma kryesore: Wayground, Kahoot, Quizlet dhe Khan Academy, duke evidentuar funksionet, mënyrën e përdorimit dhe mundësitë që ato ofrojnë në klasë. Këto platforma sjellin një sër përfitimesh në mësimdhënie dhe mësimnxënie, si rritje të motivimit dhe përfshirjes aktive të nxënësve përmes kuizeve, lojrave dhe sfidave interaktive, vlerësim të menjëhershëm dhe feedback në kohë reale, personalizim të nxënit sipas ritmit dhe nivelit të nxënësit, zhvillim të nxënit në mënyrë individuale dhe përvetësim të kompetencave digjitale, lehtësi për mësuesin në monitorimin e progresit dhe analizimin e rezultateve. Në veçanti, Kahoot dhe Wayground u theksuan për kuize dinamike dhe vlerësim formues, Quizlet për përforcimin e koncepteve përmes kartave studimore dhe lojrave edukative, ndërsa Khan Academy për ofrimin e materialeve të strukturuara mësimore dhe ushtrimeve të diferencuara. Ky aktivitet shërbeu si një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të praktikave mësimore dhe fuqizimit të rolit të teknologjisë në edukim.